Gjendja në të cilën ka ardhur shteti i Kosovës është bërë thjesht e padurueshme. Është bërë e tillë për shkak se këtë shtet po qeverisin dokusar, të cilët në njënën anë tenderat ja u japin djemve tyne ose vllaznive tyne, e në anën tjetër territorin e Kosovës po ja japin Serbisë. Pra, këta njerëz janë të marrë buxhetin prej popullit varfër të Kosovës për m'ia dhënë djemve tyne. Dhe janë të marrë territorin dhe resurset ekonomike të popullit varfër të Kosovës për m'ia dhënë Serbisë përmes krijimit të Zenicës. Kjo gjendje nuk mundet me vazhdu për shkak se vendi ynë ndodhet në para dy rrugëve. Ose ky shtet ka me dështu totalisht dhe ka me u ndan vija etnike, ose qytetarët kanë me u ngrit, me reagu dhe me ndryshu këtë situatë. E na jemi të sigurt që kjo e dyta ka me ndodhur.